Dashi. Sot zemra juaj ndriçon si një yll i bardhë në natën e qetë. Në fushën e dashurisë, një bisedë e hapur mund të sjellë freski dhe mirëkuptim mes jush dhe partnerit. Nëse jeni vetëm, një njohje e re mund të shkëndijojë një interes të veçantë. Puna mund të paraqesë sfida, por energjia juaj e pashterur ju ndihmon të kaloni çdo pengesë. Mbani fokusin dhe mos lejoni që detajet e vogla t'ju largojnë nga qëllimet tuaja të mëdha. Financat kërkojnë kujdes, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe përqendrohuni në kursime për të ardhmen. Mos harroni të ndaloni dhe të merrni pak frymë, duke vlerësuar momentet e vogla të ditës që ju sjellin lumturi. Kujdesuni për shëndetin tuaj emocional dhe fizik, një shëtitje në natyrë do t'ju rigjenerojë. Demi. Sot, fllatet e jetës do të sjellin një ndjenjë të qetë dhe të freskët. Zemra juaj do ndjehet e ngrohtë dhe lidhjet me personat e dashur do thellohen. Në dashuri, komunikimi është qelësi, jini të hapur dhe dëgjoni partnerin tuaj me zemër. Në punë mund të ndjeni një valë të re energjie që ju motivon për të përfunduar projektet e nisura. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nëse ndiheni të mbingarkuar. Financat duket se po stabilizohen, pavarësisht shpenzimeve të vogla që mund të dalin papritur. Kujdesuni për veten duke u angazhuar në aktivitete që ju sjellin gëzim. Është momenti i përsosur për të ndjekur një hobi të ri që ju ka intriguar. Dita mbaron me një ndjesi të thellë kënaqësie dhe shprese. Binjakët. Nesër do të ndjeni plot energji dhe kreativitet. Në fushën profesionale, pritet një ditë e mbushur me mundësi të reja. Përqendrohuni në detaj gjatë diskutimeve me kolegët. Në dashuri, zemra juaj do të kërkojë ngrohtësi dhe sinqeritet. Komunikimi i ndjeshëm do të forcojë lidhjet me partnerin. Beqarët mund të takojnë dikë që do t'i intrigojë. Në financa, tregohuni të matur me shpenzimet e papritura. Shikoni për alternativat më të lira për t'u përshtatur me buxhetin tuaj. Kujdesi për veten është i rëndësishëm. Dedikoni kohë për të relaksuar dhe për të medituar. Ndjesitë tuaja janë të qarta, dëgjojini ato. Çdo hap i ndërgjegjshëm që do të ndërmerrni, do të sjellë qetësi dhe harmoni në jetën tuaj të përditshme. Daforia. Dita e sotme sjell qetësi dhe reflektim. Ndoshta ndjeni nevojën të tërhiqeni pak për të gjetur ekuilibrin brenda vetes. Në dashuri, koha është e përshtatshme për biseda të sinqerta me partnerin. Lërini emocionet të rrjedhin lirshëm dhe do të ndjeni lidhje më të thella. Në punë mund të përballeni me detyra që kërkojnë përqendrim dhe durim. Mos u shqetësoni, ngadalësia në hapa do t'ju çojë drejt suksesit. Sa u përket financave, planifikoni me kujdes shpenzimet e ardhshme. Investoni në diçka që sjell gëzim, por që është gjithashtu praktike. Energjia juaj është e fortë, por mbani mend të rezervoni kohë për relaksim. Kjo do t'ju ndihmojë të vazhdoni të ndriçoni përreth me pozitivitet. Luani. Dita e sotme sjell mundësi për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja. Ndërsa mbrëmja afrohet, mund të ndjeni një afërsi të veçantë me dikë që e keni për zemër. Puna kërkon fokus dhe përkushtim për të arritur suksesin që dëshironi. Mund të ndjeni të frymëzuar për të eksploruar ide të reja në karrierë. Tregohuni të kujdesshëm me shpenzimet dhe përpiquni të shmangni blerjet e panevojshme. Financat mund të kërkojnë një analizë më të kujdesshme për të siguruar qëndrueshmëri afatgjallë. Nëse ndjeni stres, një shëtitje në natyrë do të ndihmojë në qetësimin e mendjes. Energjia kreative është në kulmin e saj, kështu që lëreni imagjinatën të fluturojë. Besoni në potencialin tuaj dhe mos keni frikë të ëndërroni. Gërgjeresha. Sot është një ditë për të vlerësuar detajet që kalojnë shpesh pa u vënë re. Në ndritën e yjeve do të zbulosni mundësi të reja në vendin e punës që kërkojnë saktësi dhe përkushtim. Një koleg mund të ketë nevojë për ndihmën tuaj dhe do të jetë një mundësi e mirë për të krijuar lidhje të reja. Në çështjet e zemrës, një bisedë e shtruar me partnerin do të sjellë qartësi dhe ngrohtësi. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë të re. Kujdesuni për shëndetin tuaj duke u relaksuar, ndoshta me një çaj të ngrohtë në mbrëmje. Shmangni shpenzimet e tepërta këtë herë. Një planifikim financiar i kujdesshëm do t'ju mbajë të qetë dhe të sigurt. Energjitë universale sot janë në anën tuaj. Peshorja. Sot do të ndihesh sikur hyjet po shkëlqejnë vetëm për ty. Energjia e ditës është e mbushur me mundësi të reja që të ofrohen në punë. Merr guximin të prezantosh idetë e tua dhe do të shohësh rezultate të shkëlqyera. Në aspektin financiar, është koha e duhur për të rishikuar planifikimet e tua dhe për të bërë disa kursime të mençura. Në dashuri, mund të ketë momente romantike që ndezin flakën e tyre të veçantë. Mos harro të shprehësh mirënjohjen ndaj partnerit me gjeste të thjeshta. Nëse je beqar, një bisedë e rastësishme mund të sjellë ndjenja të reja.
Sot është dita për të shijuar çdo moment, duke e mbushur zemrën me gëzim dhe mendjen me qetësi. Jetojeni ditën plotësisht. Akrepi. Dielli ndriçon kthjellët rrugët që ke zgjedhur. Sot dashuria kërkon pak durim dhe mirëkuptim. Partneri yt mund të ketë nevojë për një vesh të dëgjuar. Trego kujdes të sinqertë. Në punë, përqendrimi do të jetë çelësi i suksesit. Mos lejo që të tjerët të shpërqendrojnë nga qëllimet tua. Dita ofron mundësi për të shkëlqyer dhe për të dalluar në ambiente profesionale. Financat janë të stabilizuara, por është e mençur të mendosh për të ardhmen. Prandaj, shije ekonominë personale si një kopsh që kërkon kujdes të vazhdueshëm. Nëse ndjen një trishtim të lehtë, mos e injoro. Lëre zemrën të ndjek hapat e saj dhe kap një moment për reflektim. Të qëndrosh i lidhur me natyrën do të mbush plot energji pozitive. Shigjetari. Ditën e sotme ndjen një energji të gjallë që të ndihmon të përballosh sfidat me optimizëm. Në sferën e dashurisë është e rëndësishme të tregohesh i hapur ndaj partnerit për të forcuar lidhjen tuaj. Për ata që janë vetëm, është një moment i mirë për të eksploruar mundësi të reja romantike. Në punë, përkushtimi dhe përqendrimi do të shpërblehen, mos hezito të marrësh iniciativa të reja. Financat duken stabile, por është e këshillueshme të ruash një balancë dhe të shmangësh shpenzimet e tepruara. Gjatë ditës mund të ndjesh një nevojë për të lidhur me natyrën dhe për të rigjeneruar energjinë. Meditimi apo një ecje në ajër të pastër mund të sjellin qetësi dhe reflektim të thellë shpirtëror. Britsjapi. Sot, ritmi i jetës të sjell në qendër të vëmendjes. Mund të ndjesh një val energjie që të shtyn drejt realizimit të qëllimeve të tua profesionale. Është koha e duhur për të marrë iniciativa të reja në punë, duke përdorur mençurinë dhe durimin që të karakterizon. Në marrëdhënie personale, ndoshta është momenti për të ndarë mendimet dhe ndjenjat e tua më të thella me partnerin. Trego i hapur dhe i sinqert, ndonjëherë një bisedë e thjeshtë mund të shuajë çdo mosmarrëveshje. Financat janë në ekuilibër, por qëndro larg shpenzimeve të paplanifikuara. Ki kujdes të mos e harrosh veten në vorbullën e përgjegjësive. Marrja e një pushimi të vogël për të relaksuar do të ndikojë pozitivisht në mirëqenien tënde emocionale. Ujori. Dita e sotme ofron një mundësi të shkëlqyer për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja personale. Përkushtojuni dialogut të hapur me ata që doni, pasi kjo mund të sjellë një thellësi të re mirëkuptimi. Në punë, dikush mund të vlerësojë angazhimin tuaj dhe të ofrojë një mundësi për të avancuar. Është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm me shpenzimet sot, pasi disa shpenzime të papritura mund të shfaqen. Ruajini burimet dhe mendoni 2 herë përpara se të bëni blerje të mëdha. Energjitë planetare janë në favor tuaj për të përqafuar ndryshimet dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës. Ndiqni intuitën tuaj dhe mos ndaloni së ëndërruari. Lërini ju jetë që udhëheqin drejt horizonteve të reja dhe të ndritshme. Peshqit. Dita e sotme sjell energji të reja dhe mundësi për të riorganizuar prioritetet e tua. Në punë mund të përballesh me sfida që kërkojnë kreativitet dhe zgjidhje fleksibël. Kujdes i veçantë duhet t'i kushtohet komunikimit me eprorët dhe kolegët, pasi një fjalë e thënë gabim mund të krijojë keqkuptime. Në aspektin e dashurisë, përpiqu të shprehësh ndjenjat me sinqeritet dhe të mbështetesh te partneri. Sot është dita për të bërë biseda të thella që forcojnë lidhjen tuaj. Financat kërkojnë vëmendje, prandaj shmang shpenzimet e panevojshme dhe mendo mirë para se të investosh. Ndjesitë e përgjithshme do jenë të qeta, por ndonjëherë është mirë ta lësh veten të ëndërrojë, ashtu siç vetëm ti di. Kujdesu për veten dhe lejoj vetes pak kohë reflektimi.